E gjithashtu në një hadith tjetër na thotë, na përkujton iqtenim khamsen qabla khamsin, dija vlerën 5 gjërave para se të vinë 5 gjëra të tjera. Iqtenim shababaka qabla haramik, dija vlerën e nis përpara se të vijë pleqëria. Wa sihhataka qabla saqamik, dija vlerën shëndetit përpara se të vijë sëmundja. Wa ghinaaka qabla faqrik, dhe dija vlerën pasurisë përpara se të vijë varfëria. Wa faragaka qabla shughlik, dhe dija vlerën kohës së lirë përpara se të vinë punë dhe situata të vështira ku mos kesh më kohë. Wa hayataka qabla mautik, e dija vlerën jetës përpara se të vijë vdekja. Të gjitha këto mirësi janë kalimtare, janë të përkohshme. Por kur përdoren për arsye pse janë krijuar, kur përdoren për mirë, kur përdoren halal, kur përdoren rrugt Zotit, këto mirësi kalimtare kthehen dhe bëhen të përjetshme.